Dëgjoje deri në fund dhe me vëmendje se të përket ty, grua, burrë, fëmijë, ashtu si edhe ti. Para se fëmijët e tu të lindnin, ata tashmë e dinin se do t'i doje. Çfarë do që të bësh, si do që të sillesh me ta, për fëmijët e tu, kjo është dashuri. Sepse ata e shkruajnë brenda vetes. Nëse je i ashpër me fëmijët e tu, ata besojnë se kjo është dashuri. Nëse u bërtet fëmijëve të tu, ata besojnë se kjo është dashuri. Nëse injoron fëmijët e tu, ata besojnë se kjo është dashuri. Nëse largohesh nga fëmijët e tu, ata besojnë se kjo është dashuri. Nëse i godet fëmijët e tu, ata besojnë se kjo është dashuri. Nëse sillesh me mirësjellje ndaj fëmijëve të tu, ata besojnë se kjo është dashuri. Nëse je i butë dhe i përkëdhelur me fëmijët e tu, ata besojnë se kjo është dashuri. Nëse i dëgjon me vëmendje fëmijët e tu, ata besojnë se kjo është dashuri. Nëse i përqafon shpesh fëmijët e tu, ata besojnë se kjo është dashuri. Sepse nuk mund t'u tregosh thjesht me gisht fëmijëve dhe t'ju thuash, kjo është dashuri. Duhet çdo ditë ta frymëzosh dashurinë. Sepse një ditë, kur të rriten, kur dikush tjetër do sillet me ta ashtu si u solle ti, ata do të thonë, po, kjo është dashuri. Dhe aty zbulohet gjurma jonë, si prindër. Prandaj tregohu fëmijëve të tu, me kujdes, se si duket dashuria. Edhe nëse ti vetë nuk e mësove kur ashtu si do ishte dhe si kur ti do kishe dashur të duan. Mos u flit vetëm për dashurinë, por bëhu dashuri. Dhe kjo fillon nga pika më e vërtetë, të marrësh përgjegjësinë për ta dashur fillimisht veten tënde. Dhe kur ti do veten tënde, atëre do dish si do duash dhe fëmijët e tu. Sa fjalë nga sistemi përfaqësik transformues 333. Ashtu si ky ujë që shikon, rri dhe shkon nga lart poshtë. Lumi asnjëherë nuk kthehet mbrapsh. Ne morëm atë dashurinë që na dhanë, prindrit e tonë morën atë dashurinë që ju dhanë prindrit e tyre, dhe kështu me radhë, deri shumë breza mbrapa, që nga fillimi i krijesave të gjinisë femërore dhe mashkullore. Ndaj çdo gjë ka ardhur tjetërsoj. Ne ky brez erdhëm të shkëputim zinxhirët dhe të themi mjaft më në një dashuri të sëmurë, por t'ju japim fëmijëve tanë dashurinë që ju përket. Dhe në qoftë se nuk arritëm ta bëjmë deri tani, kemi mundësi që të rregullojmë çdo gjë. Jam këtu me Rita Cake, terapiste energjetike universale, mësuese trajnere, shkrimtare disa librave në gjuhën greke dhe shqip, dhe së shpejti me libra të tjerë për fëmijë të vegjël dhe të mëdhenj, që të mësojmë si të shprehim dashurinë,
si të shprehim emocionet tona, si të punojmë me veten tonë dhe si mund të ecim përpara dhe të themi mjaft në këto uqe zakonet e mbarshme dhe më mënyrën si u rritëm. Falenderojmë prindrit dhe çfarë erdhi nga ata, por ne mund të bëjmë diçka ndryshe nga ata që bën të tjerët. Ata mbijetuan, por ne erdhëm të jetojmë dhe të çojmë dashurinë dhe lumin e dashurisë në rrjedh më poshtë. Meritojmë një jetë më të bukur, dedikuar prindërve dhe fëmijëve tanë dhe çfarë do vinë nga fëmijët tanë. Jam këtu për të të ndihmuar ty, prind, fëmijë që të fillojmë nga e para, të marrim përgjegjësinë e vetes, të fillojmë të bëjmë zhvillimin ton personal dhe që mundemi ta japim ata tek fëmijët tanë e çfarë do vijë nga ata. Metoda sistemi përfaqësik transformues mund të të ndihmojë të ndryshosh veten. Gjithashtu, dhe shumë programe 21 ditore të Akademisë të Dritës mund të ndihmojnë të falësh veten dhe të lirohesh nga gjithë programet e vjetra dhe bindjet, plagët e traumat, akoma dhe traumat shoqërore dhe të kolektivit. Jam këtu për zgjimin e individit dhe zgjimin kolektiv. Në qoftë se e dëgjon dhe ndjen këtë thirrje, mund të më shkruash në mesazh privat në Telegram, WhatsApp, Viber 0030 699 321 46 37. Gjithashtu mund të më ndjekësh në rrjetet sociale, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook dhe do të isha mirënjohëse në qoftë se bën regjistrimin tënd në këto kanale në YouTube dhe në TikTok dhe të gjitha këto video t'i përcjellësh edhe në rrjetet e tua sociale, që t'i ndajmë dhe me njerëz të tjerë, sepse çdo gjë që ndahet shumë fishohet dhe ne kemi nevojë të zgjohemi dhe si vjet Shqipëria në 2026 do zgjohet dhe do dalë nga roli i viktimës dhe do lidhet me shpirtin e saj, me dritën e saj që ta shpërndajë në tër Ballkanin dhe në tër botën. Jemi njerëz dhe një shtet i fuqishëm me energji të lartë dhe meritojmë dritën tonë të lidhemi me veten tonë. Ju dua shumë, ju përshëndes, regjistroni në YouTube, komentoni dhe jeni të mirëpritur për çdo gjë që ju si individ dhe si grupe të punojmë së bashku. Të gjithë jemi një, por mos u bëj pjesë e supës, po bëhu ai kuzhinieri që përgatit supën jashtë asaj. Ju dua shumë, ju falenderoj.